Ne jemi duke jetu në këtë kohë kur po mundohet i madh dhe i vogël me qenë sa ma strikt për këtë din të Zotit, sa ma ngurt, sa ma ekstrem, sa më i ashpër, gjithmonë duke mendu se duke qenë i ktill, të je njeri drejt, këmbgolës, bindës, dhe nga njëherë ja merr mendja dikujt se është gardioni kryesor i Islamit me veprimet e këtilla. Jo, dashurit e mi, Zoti ati qofsh mi fal vet, ka thonë lehtani, e mos vështërsani, lehtani, e mos vështërsani, sidomos në këtë kohën që jemi duke jetu ne, shumë duhet të lexojmë, shumë duhet jemi në trend me ulemat e ndritshëm bashkohor, shumë duhet jemi në trend me fetfat bashkohore, për ta shiju jetën, për ta jetu jetën, për ta ndërtu jetën, sepse Islami i përgjigjet çdo kohës, çdo vendit, çdo mentalitetit dhe çdo sistemit që mund të vjen. Andaj shumë me qenë në trend me ulemat bashkohor dhe të njëjtën kohë me fetfat bashkohore.